katë. E të morsha dhe liga, të morsha të morsha. Erion Brace, ja ku na ke Erion Brace. Hajde, kapi që krozavën atje, Hajde. Do modët janë ato qenë ato. Shikoj. Erion Brace, brokuli Divjagës, shive me kajon me modrën time këtu, bëhet nomi zi, salata e shive. Hajde shivi këtu, do modët. Një hodët. Qepët e korqës, hudrat, patatet, nga I kemi patatet? Patatet I kemi të Divjagës. Patatet e Divjagës, aprove qikëre. Një ku I kemi dhe këto të morsha digët. Edhe në I gjohë kemi këto të lushjes, të morsha të liga. Ta shi, një gjoni këtu. Hajde që I motra ime këtu. Një gjoni këtu. Hajde dhe ti motra ime këtu. Hesu. Shi, fundin mes. Vetëm furnizimi për Tiranën, sot I Rozafës si ko fillu dhe motra ime, kanë kursy 1.635.000 lek të vjetra. Të vjetra, ta shti. Ore zotni, në 2000, kur ka arë Partia Socialiste në 2013 në duke, që I kemi në 2013, qova zonin bona nomin e zi për peshkimin, dhe I thash fiskalizoni peshkimin, dhe e fiskalizun në barazun me Italin, me Spanjën, me Francën. Ne shpëtum, shteti shpëtoj se ishim gjithë palishëm dhe peshkimi shqiptar sot ka ikë në majat e eksporteve shqiptare shbonjishë. Doni ju të fiskalizoni prodhimet bujësore, fiskalizoni katunarët, bojni me TVSH, bojni bot katunarët me TVSH, jepni naftën, jepni sponsorizimet e Europës, bojt njësoj si peshkimi që është pararoj, edhe qelë zonin e kohës qëri. Të morsha digat e prodhime shqiptare, mos harroni sa lek kam kursy, sepse në Tiranë nuk jep njeri me faturë tatimore. Vetëm Elbasani është kampion që jep me faturë tatimore. Ju duhet fiskalizoni, fiskalizoni ju të Ministrisë Financave. Ju ludem, katunarët fiskalizojnë. Shikoni fermerët shqiptarë. Ke faturën time aty? Për pak. Do t'ja u tregoj dhe faturën, se për pak po e mbyllim. Motra, respekte. Respekte dhe tyja. Hajde, ju do fort.